Në seancën e djeshme të Këshillit të Komunës së Çajirit, këshilltarët e AKI-s kanë kërkuar nga komuna që menjëherë të shpallë thirrje publike për evidentimin dhe kompenzimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e fundit. Sipas AKI-s, 10 familje dhe biznese kanë pësuar dëme serioze, ndërsa institucionet ende nuk kanë dalë me një plan të qartë se si do të trajtohen këto pasoja. Prandaj kërkojnë që Komisioni për vlerësimin e dëmeve të fillojë menjëherë punën në terren, të evidentojë çdo dëm dhe të përfundojë procedurat në afat më të shkurtër të mundshëm, në mënyrë që qytetarët të kompenzohen sa më shpejt. Por, sipas AKI-s, kompenzimi i dëmeve është vetëm një pjesë e çështjes. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se kush mban përgjegjësi për faktin që një risheshiu prej pak orësh paralizoi lagjet e tëra të Çajirit. Ku përfunduan premtimet për infrastrukturë moderne, ku janë projektet për kanalizim atmosferik dhe për mbrojtje nga vërshimet, si është e mundur që çdo shim më i madh të kthehet në katastrofë për banorët. Përgjegjësia politike dhe institucionale nuk mund të fshihet pas deklaratave për media. Dikush duhet të jap llogari për këtë gjendje. Ne do të insistojmë në dy gjëra. Së pari që çdo qytetar i dëmtuar të kompensohet drejt dhe pa vonesa, dhe së dyti të përcaktohet përgjegjësia për dështimet që sollën këtë situatë. Qytetarët e Çajirit meritojnë më shumë se sa reagime të vonuara. Ata meritojnë institucione që parandalojnë problemet, e jo që kujtohen për ta vetëm pasi dëmi është bërë. Por komuna e Çajirit vlerëson se akuzat e opozitës shqiptare janë pretendime dhe nuk pasqyrojnë gjendjen reale. Sipas komunës së Çajirit, menjëherë pas rreshjeve të dendura, ekipet e komunës së Çajirit, shtabi krizave, ndërmarrjet publike dhe institucionet kompetente dolën në terren dhe ndërhyjnë në të gjitha lokacionet ku paraqit nevoja. Paralelisht ka nisur evidentimi i dëmeve të paraqitura, ndërsa komisioni do të vazhdojë procedurat e vlerësimit dhe përpunimit të tyre në përputhje me metodologjinë dhe afatet e përcaktuara me ligj. Nga kjo rezulton se këshilltarët e opozitës kërkojnë të bëhet diçka që është bërë që në muajin maj të këtij viti. Komisioni është formuar me vendim të Këshillit të Komunës, që do të thotë se të gjithë këshilltarët, përfshirë dhe ata të opozitës, kanë qenë në dieni se ky trup është formuar, thuhet në reagimin e komunës së Çajirit.